Personat që janë ullur në këto ulse dhe kanë bartur pozita menaxheriale në komunën e Prishtinës për rreth 4 vjet, së fundmi janë zëvendësuar. Pasi arriti të bëhet deputet i Kuvendit të Kosovës, nënkryetari i kryeqytetit Alban Zogaj është zëvendësuar me drejtorin e inspektoratit. Për disa muaj, pozitën e lëshuar nga Zogaj do ta ushtroj Florian Dushi. Edhe Dushi ishte në listën e LDK-s si kandidat për deputet në zgjedhjet e 9 shkurtit, por pasi nuk arriti të siguroj votat e mjaftueshme, i njëjti u emërua si nënkryetari i Prishtinës nga kryetari përparim Rama. Aspiratat për karrigen e deputetit ju shuan edhe këshilltarit të Ramës dhe një prej figurave kyçe të LDK-s, Shkëmb Manajt. Mirë po pas publikimit të rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Rama u kujdes që Manajn ta rehatoj në një pozitë udhëheqëse në komunë. Që nga 28 marsi, Manaj do të jetë nënkryetari i kryeqytetit në vend të Jehona Lushaku Sadriut, e cila ka arritur të bëhet deputete në legjislaturën e re, që do të konstituohet me 15 prill. Manaj ka shërbyer si pjesë e rëndësishme në degën e LDK-s në Istog, dhe vetëm një ditë para se të bëhej nënkryetar është regjistruar si banor i Prishtinës. Kurse ligji e parasheh që nënkryetari duhet të jetë së paku 3 vjet banor ligjor i asaj komune në mënyrë që ta marrë mandatin. Ndërkaq Rama, kur është pyetur për këtë gjë, është përgjigjur në mënyrë arrogante. Apo veç të fokusohemi, lutem, sot në temë, jo, fal, po fokusohemi në temë. Pa i dim problematikat në kryetar që nuk janë të Prishtinës. Për çka? Për qytetarët e Prishtinës. Për kënë e ke fjallin? Po për Zotin Manaj. Zoti Manaj që 23 vjet jeton në Prishtinë. Është ma prishtinalist se ti me siguri. Po, për që ata po thëmë, do më thonë është i Prishtinës. Edhe është i regjistruar në Prishtinë. Në ulsën e drejtorit të investimeve kapitale, Krenar Gjaferi do të ulet drejtori i ri, Sokol Havolli. Edhe Havolli ishte kandidat për deputet dhe për pothuajse 4 vjet ka mbajtur postin e kryeshefit të ndërmarrjes lokale Prishtina Parking, e që vazhdon ta mbajë këtë pozitë edhe pas marrjes së detyrës së re. Opozita në kryeqytet po i kritikon këto veprime të Ramës. Shumica e këtyre personave kanë qenë funksionarë ose ish funksionarë të kësaj qeverisje lokale. Varësisht se në cilës drejtori i referohemi, janë po më interesantja është se njerë që kanë pas pozitat brenda i ka vendosur në një pozicion më larg për shkak matematikave politike të subjektit të tij politik LDK-s, se sa që i ka vendosur për një performancë apo për një pritje që do të ketë nga ta. Për më shumë kemi edhe ndërrim të personave nga ndërmarrjet publike i kanë vendosur në drejtori dhe kjo nuk përbën ndonjë lëvizje me pritje për të realizuar premtimet. Nuk janë persona që janë marrë dikon me një ekspertizë për të vendosur në udhëheqjen e një dikasterit. Po sikur edhe të ishim, tashmë është vonë sepse ne jemi në muajt e fundit kur do të futemi edhe në zgjedhjet lokale dhe performanca e kryetarit komunës bashkë me këtë ekzekutiv do të vlerësohen më së miri nga qytetarët, të cilët janë mashtruar në një formë për shkak premtimeve të larta e realizimeve jashtëzakonisht të dobta. Ende nuk kemi ndonjë projekt kapital që sot mund t'i referohemi se ka bërë ky kryetari i komunës në mesin e shumë projekteve të premtuara. Dhe kjo flet më së miri për personalitetin e tij, flet më së miri për karakterin e tij të dobët dhe të paaft për të qeverisur me një kryeqytet.
Në zgjedhjet e 9 shkurtit, Shkëmbanaj mori 16.031 vota. Kryeshefi Prishtina Parkingu dhe drejtori investimeve kapitale, Sokol Havolli, 10.932 vota dhe nënkryetari i ri, Florian Dushi, 10.452 sosh. Keni mujtur me